Mjekja e njohur do ju befasoj. Nga sot pini një lugë vaj ulliriesëll dhe shikoni çfarë ndodh. Fama e vajit të ullirit është e njohur ndër shekuj. Edhe në të shkuarën është thënë shumë për vetitë e tij të dobishme dhe ndikimin pozitiv që ai kishte në shëndetin dhe organizmin tuaj në tërësi, duke cilësuar kështu një prej produkteve më të vlefshme me përfitime mbrojtëse për organizmin tuaj. Ullumtimet moderne konfirmojnë se, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vaji i ullirit është një përbërës unik, shumë i rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore edhe për jetën tuaj të përditshme. Një studim i fundit pohon se gjysmë lugë e gjelle vaj ulliri në ditë mund të mbrojë trupin tuaj kundër rrezikut të zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare, të Alzheimerit edhe madje edhe humbjen e jetës në mënyrë të parakohshme, duke cilësuar vajin e ullirit kështu një prej përzgjedhjeve më të mira për të nxitur organizmin e shëndetshëm. Ndaj, vaji i ullirit mund të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit tuaj në këto situata. Është një shenjë dalluese dietës mesdhetare dhe marrja e tij mund të ulë humbjen e jetës dhe është vendosur mirë edhe në vendet e Europës Jugore, citon doktor Frank Hu, autori kryesor i studimit dhe profesori të ushqyerjes dhe epidemiologjisë në Shkollën e Shëndetit Publik të Harvardit në Boston. Ndaj, vajrat vegetal të ngrënshëm kanë në përqindje më të lartë të yndyrnave të pangopura, të cilat mund të konsiderohen gjithashtu edhe si një ndikues shumë i madh në rritjen e kolesterolit. Ekspertët tregojnë se lloje të ndryshme të vajrave kanë ndikime të ndryshme në organizëm, por vaji i ullirit mund të lidhet me përfitime më të mira të shëndetit. Vaji ekstra i pastër i ullirit është nënshtruar një procesi të thjeshtë të bluarjes, pas një trajtim që mund të ndryshojë gjithashtu cilësinë e tij. Ndaj, vaji i ullirit ekstra i pastër mund të jetë përzgjedhja më e mirë ushqyese në ditën tuaj ditore, dhe ndikimet që do të keni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Dr. Hu komentoi se shtimi i vajit të ullirit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të ndikojë pozitivisht në nxitjen e një organizmi të shëndetshëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i vajit të ullirit do të jetë një çështje vërtet fantastike ushqyese në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Artriti reumatoid është një problem autoimun që mund të prek miliona njerëz në të gjithë botën. Kjo sëmundje është 2 deri në 3 herë më e përhapur tek gratë sesa tek burrat. Personat që vuajnë nga ky shqetësim zakonisht marrin medikamente kundër inflamacionit, siç i ka këshilluar mjeku. Studimet mbi këtë trajtim tregojnë se përdorimi i ushqyesve të duhur mund të luajë një rol të mirë në ndikimin dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Një ndihmë të madhe mund t'i japë edhe përfitimi që merrni nga përdorimi i vajit të ullirit. Vaji i ullirit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për personat të cilët vuajnë nga këto shqetësime. Ndaj, përdorimi i tij me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja do të jetë një çështje e shtuar ushqyese për ju. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitime maksimale në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline cilësojnë vajin e ullirit si një prej përzgjedhjeve më të mira për të nisur ditën. Ndaj, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni vajin e ullirit në vaktet tuaja ditore, sipas Brightside. Vaji i ullirit mbron shëndetin tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson gjithashtu shfaqjen e rrullave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe antivirale dhe shërben gjithashtu si një detoksifikues shumë i rëndësishëm i lëkurës suaj, duke mbajtur larg shqetësimet dhe duke nxitur që të keni një organizëm më të mirë në tërësi. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore do ju ndihmojë që të keni gjithashtu edhe një peshë më të mirë trupore. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt pozitiv në peshën trupore të njeriut,
duke ndihmuar kështu në menaxhimin më të mirë të saj dhe duke lehtësuar edhe komplikacione të ndryshme. Sigurisht, përfshirja e vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit edhe të lehtësoni shqetësimet e tij. Ndaj, konsumi i tij në mënyrë të rregull dhe brenda sasive të rekomanduara do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Një studim 3 vjeçar tregoi se ndjekja e një diete mesnetare me vajin e ullirit në përmbajtje të tij do të jetë mundësia më e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve dhe yndyrnave të tepërta trupore. Vaji i ullirit është i mirë për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vajin e ullirit në dietat e tyre ditore patën një përmirësim më të mirë të shëndetit dhe lehtësuan komplikacionet. Do të përmirësoni shëndetin tuaj të kockave nëse shtoni vajin e ullirit në vaktet tuaja ditore. Vaji i ullirit mund të ndihmojë njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu nga shqetësimet e artritit reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një prej elementeve më të pasur me yndyrna omega-3. Ndaj, shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe mbi të gjitha në mbrojtjen e imunitetit tuaj duke evituar shqetësimet. Vaji i ullirit të zvogëlon inflamacionet në organizëm. Pasurimi i dietës suaj me vaj i ulliri mund të ndihmojë gjithashtu që të evitoni edhe problemet e acideve të dëmshme në organizmin tuaj. Nga ana tjetër do të përmirësoni edhe do të parandaloni gjendje të ndryshme të lëkurës të cilat shkaktohen nga inflamacionet e përditshme. Shtimi i vajit të ullirit në dietën tuaj ditore do të jetë një ushqyes shumë i rëndësishëm edhe për shëndetin tuaj të zorrve, duke i ndihmuar ato që të funksionojnë si duhet dhe të evitojnë kështu komplikacionet e një pasnjëshme. Vaji i ullirit mund të shtohet në dietën tuaj. Vetëm 30 ml vaj i ullirit çdo ditë do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve dhe shkaktimin e inflamacioneve të ndryshme, të cilat mund të krijojnë shqetësime edhe në tretjen tuaj. Ekspertët e cilësojnë vajin e ullirit si një prej elementeve më të rëndësishëm ushqyes. Duke shtuar atë si duhet, ndihma që do t'i jap shëndetit do ta bëjë atë një prej produkteve më të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit tuaj në përgjithësi. Vaji i ullirit është i pasur me antioksidant antimikrobik, të cilët do të luftojnë gjithashtu edhe problemet tuaja të inflamacioneve, do të pasurojnë në trupin me antioksidant të vlefshëm dhe do të evitojnë edhe komplikacionet e tij. Sipas ekspertëve të Healthline, pasurimi i dietës suaj me këtë produkt fantastik do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit tuaj dhe të parandaloni edhe të ushqeni shëndetin tuaj në të rëndësi. Vaji i ullirit mund të ndihmojë gjithashtu në betejën kundër problemeve që sjell depresioni. Nëse jeni në depresion, një lugë gjedhe vaji i ullirit mund të ndihmojë trurin tuaj. Truri juaj përbëhet nga 60% yndyrë, kështu që pjesërisht përbëhet nga acide yndyrore të pangopura, omega-3 dhe omega-6. Yndyrnat omega kontrollojnë dhe gjithashtu zhvillojnë funksionet normale të trurit, që mund të shoqërohen edhe me çrregullime të ndryshme siç janë ato të humorit. Shtimi i vajit të ullirit në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Një studim i vitit 2018 nga Franca, botuar në Foreigners in Psychology, shqyrtoi rolin e acideve yndyrore të pangopura dhe efektin e tij në pejkëllimin e trurit, siç është edhe depresioni. Studimet zbuluan se vaji i ullirit do të jetë një agent shumë i mirë ushqyes për shëndetin tuaj të kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, pasurimi i dietës suaj me vaj i ullirit, sipas American Clinical Transnational Neurology, mund të ndikojë në shëndetin tuaj të kujtesës dhe jo vetëm. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.